Dje në ora 14:15 minuta në stacionin policor Tetov, LR nga Republika e Serbisë, në praninë të avokatit, ka raportuar se në Tetov ish bashkëshorti i saj, SA, 44 vjeç nga fshati Falishti Tetovës, e ka sulmuar fizikisht dhe është sjellë në mënyrë agresive ndaj saj dhe nënës së saj, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 14:20 minuta në stacionin policor në Gostivar, AA, 72 vjeç nga fshati Bellovisht e Gostivarit, ka raportuar se rreth orës 11 në fshatin Bellovisht është sulmuar me send të fortë nga një i mitur 15 vjeçar, i cili edhe ka kanosur, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm në ora 21:50 minuta në Gostivar, zyrtar policor të Gostivarit kanë arrestuar personin SK, 47 vjeç nga zona e Gostivarit, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se në shtëpinë e tij ka sulmuar fizikisht ish bashkëshortin e saj, 50 vjeçar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 13:35 minuta në fshatin Gradec, punonjësit e policisë së njësisë së policisë Gallat kanë privuar nga liria personin KA, 55 vjeç nga fshati Gradec, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm të kushëririt të tij VH, 60 vjeç nga i njëjti fshat, se i ka dëmtuar murin e tij me traktor. Është sjellë në mënyrë agresive ndaj tij dhe gruas së tij dhe ka tentuar t'i sulmojë me një send hekuri. Ai po mbahet në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të bëhet kallëzim përkatës.